Fantazirat më pas e 2004 kanë qenë një tragedi këto për ne familjarë. Se deri me 16 mars 2004, 3.000 tonë u detyruan të hodhen në lumin Iber për shkak të sulmit që ja bënën takvishit të Sërb. Edhe 4 vetë kanë qenë, fatparësisht fitimi ka pështue, kurse këta 3 egzoni, Avniu dhe Florenti, vëtë në lumin Iber. Pa ditën kritike, para se me ndodhej rast, erdhë me Avniu, ne ka pas shok, djalin e Shermetit, erdhën edhe hangrën bukë këtu të shtëpia, edhe më tha, bosa po du me shku, tha, të një kujshia tje poshtë me nërru një knu se e kishtë mirë, edhe unë veç e ku më qyrë kur unë nisë para nena, unë isha të ndres një kerë, asë ku mujtë me folë, asë kulqë, veç e ku më qyrë edhe mo, ajo shkue me ata shok të shku atje edhe mo, se ku më pa të gjallë. Po jo që shku në 21 vite, drejtësia s'ka ndërmarrë kur gjë, edhe pse kemi bo ankesa deri në Kombet Bashkëpunore përmes advokatit të Mkashi, mirë po nuk i kanë përfil, se si kanë përfil shumë rase të shqiptarëve. Domthonë mbytyja e tyre të rrethmive met, ashtu si met, e pa zbulune, aktor kur nuk u zbulun, edhe normal që ne familjarët jemi mllëfosur pse ata kriminella nuk durën para drejtësisë.